أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فلندريم الله ونمضروار تبارك وتعالى تشي بركات لارت ماضري ستي إني يمي تردروار تلارت سوين تمضروين تفلندروين زوتين تون gjithmonë çdo herë dhe gjithherë duke dëshmuar, duke pranuar se jemi të mangët të lavdrojmë atë që meriton lart madhëria e tij te bareke ve teala. Salavat dhe selam e dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam e familjes së tij, e shokëve të tij dhe të gjithë atyre burrave dhe grave të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën e atij burri të madh derisa të kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj të nderuar edhe me të jemi në surat al-Waqi'a. Ku i madhi Allah te bareke ve teala pasi që ceku argumente për fuqinë e tina, kudretin e tina, për të ringjallur krijesat, duke sjellur shembuj
nga të mirat të dynjas që a ka dhënë njerëzve, si drithat, bereqetet, uji dhe zjarri, të cilat Allah i ka krijuar dhe i krijon. E jo njerëzit, dhe këtë njerëz të pranojnë. Pas cekës e këtyre argumenteve, i madhi Allah, Tebareke ve Teala, thot fasabbih bismi rabbika al-azim, e urdhon pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam, prandaj të lartësoje emrin e Zotit tënd, të madhruar apo Zotit tënd të madh. Lartësoje ti o Muhammed, e Muhammed e lartëson sallallahu alaihi wasallam, por urdhër vlen edhe për të gjithë ata që besojnë Zotin hak, pra ju njerëz, të cilëve Allahu u dha këto të mira, e ta njerëz që kanë këto të mira, sepse s'mund të jetojnë pa këto të mira. Dijeni se këto të mira, këto begati janë prej Allahut azza wa jall. Ose Allahu ka bëll, hambarët e tij nuk shterën, nuk pakohen, por ai kërkon nga ju që ju të jeni rab falenderus. Që ju të jeni rab falenderus, mirë njas ndaj tina, të adhuroni vetëm Allahun, të i përuleni e në nështroheni lartë madhërisë e ti, e jo idhive, e statujave, e gurve, e dronjeve, dhe zotë tjerë të cilët e adhuranin me kaset një atë kohë, apo të tjerët me vonë, qoftë në vende tjera, qoftë me pas deri sa dhe kësaj ditë dhe deri në kiamet. Madhërejnë Zotin tënd të madhë, i madhë me fuqinë e tina, i madhë me rahmetin e tina, i madhë me cilësit e tina, me emrat e tina, i madhë në çdo gjë, Tebareke ve Teala. Ai është më i madhi. Tebareke ve Teala. Andaj madhëreje e lartëseje Zotin tënd, sepse vetëm ai edhe vetëm ai meriton të madhërohet, e të lartësohet, e të falenderohet, e askush tjetër karshitina subhanahu wa ta'ala. Më pas i madhi Zot, pra pas e sjellë këto argumente për fuqinë e tij për ringjallje, Allah i madhruar sjell fakte dhe argumente për të vërtetuar apo për vërtetësinë e librit të tij, e pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam, për të qortuar me pas rënd i dhejtarët me kas për arrogancën e tyre. E qortimi u drejtohet atyne fillimisht drejtës së drejti, sepse atyne po i drejtohen ajetet fillimisht, por në njëjtën kohë qortimi vlen për të gjithë besimtarët që ndjekun rrugën e tyre deri në kiamet. Allahu i madhruar, Mas'udhu billahi minash-shaytanir rajim, pra në vazhdim thot, fela uqsimu bimawaqi'in nujum. Betohu, apo betohem më mirë. Betohem. Bimawaqi'in nujum, në pozicionet e yjeve. Pozicionet e yjeve, galaktikat e yjeve, grumbuj, në forma pozicionet e ndryshme, që i quhen horoskope, në lindje dhe në perëndimin e tyne, në ndryqimin e tyne, në pozitën e tyre, dukjen, shfaqjen dhe pasaj perëndimin, dhe krejt gjëra tjera që kanë të bëjnë me atë yje, betohem në to. E kemi thanë sa herë, se Allah i madhruar dhe vetëm Allahu ka të drejtë të betohet në krijesat e tij. Ndërsa krijesat kanë të drejtë të betohen vetëm në krijuesin, por edhe jo në krijesa. Për ata pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë në hadithi është në Buhari, men halefe bi gajrillah faqad ashrak. Ai cili betohet në diçka tjetër pas Allahut, faqad ashraka bil shirk.
tani ke ka bërë shirk, nuk është shirk që nxjerr prej dinit, por është shirk i vogël, sepse kemi shirk të madh, i cili nxjerr prej dinit njeriu, dhe kemi shirk të vogël, i cili është haram ka të madhe që janë stam, por nuk e nxjerr prej dinit. E rëndësishme, Allahu i madhruar thot: "Fela uqsimu bimawaqi'in nujum", betohem në pozicionet e yjeve. "Wa innahu laqasamun law ta'lamun adhim", dhe me të vërtet, ky betim është shumë i madh. Nëse ju e dini. Betimin ata që betohet Allahu është shumë i madh. Nëse ju e dini, nëse ju kuptoni, nëse ju ndaleni dhe mendoni. Innehu li Kur'anun Kerim, se me të vërtet, ajo është Kur'ani Kerimi, Kur'ani Kerim, Kur'ani nderuar, Kur'ani fesnik. Innehu li Kur'anun Kerim. Pra, betohem në pozicionet e yjeve, si që themi ne pasha yjet një qiell, ky libër është Kur'an fesnik, është Kur'an i nderuar. Është libër i cili të cilin e zbriti Allahu dhe i cili përbën në vetveten e vet çdo hajër dhe çdo të mirë që i duhet insanit, njeriut, për të qenë i lumtur në dynja dhe në ahiret. Asë gjë në njërë absolute që ka i duhet njeriut nuk mungon nga ky Kur'an. Nuk është anashkaluar nga Kur'an. Në te ka halal dhe ka haram, apo janë halalat dhe haramet, janë urdhëresat dhe ndalesat, janë këshillat dhe porosit, janë tregimet, ngjarjet, paralajmërimet për të ardhmen dhe shumë çka tjetër çka përbën Kur'ani. Thuaj ndryshe, ky Kur'an është një katalog, ku njeriu po qëse e beson, e ndjek dhe e pason, kur për jetë, ama kur për jetë nuk ka për të dëshpëruar, nuk ka për të penduar, nuk ka për të rënë peshmani, nuk ka për të humbur. Zatën Kur'ani ka ardhur për me udhëzuar, me drejtuar njerëzit e jo me humbur, por me nxjerr nga humbja, nga devijimi, nga lëvizja. Innehu li Kur'anun Kerim. Vërtet ky është Kur'an Kerim, dhe ne themi Kur'ani Kerim, dhe përdorim në gjuhën tonë Kur'ani Kerim, Kur'an fesnik, Kur'an i nderuar, s'prish punë. Fi kitabin meknun, ky Kur'an është në librin e ruajtur. Fi kitabin meknun. Meknun i mbrojtur, i ruajtur. E që është fjala për Lauhul Mahfuz. Ky Kur'an vendin e ka atje, në alt. Ky për atje ka ardhur. Pra para se me qenë në tokë të ju, o ju njerëz, Kur'ani ka qenë në Lauhul Mahfuz. Në librin e përgjithshëm. Ku atje janë edhe caktimet, kaderët e njerëzve. Ky Kur'an atje ka qenë mbrojtur, i ruajtur. E pastaj për atjehit e kanë zbritur me laçet poshtë në tokë. Kjo është një kuptim. Dhe është kuptimi shumë komentatorëve të Kur'anit. Kuptim tjetër i këtij ajeti, fi kitabin meknun, është një libër të mbrojtur. Kanë thënë shumë ulemat e selefëve është për qëllim. Ky Kur'an është i mbrojtur nga qasja, çfarëdo forme e djajve shejtanëve, që ka ka në te, para se me zbrit, edhe gjatë zbritjes e ti, për i qiellit në poshtë, ka zbresi me laçet, nuk kanë mundësi me ndërhy në te.
i mbrojtur për indikimet të djajve. Pra, nuk është Kurani prall, dogm, thashë thënë, fjale njeriut, trillim e të tjerë që thënim në mekasit, por është liber fesnik, është liber i madh, është liber i ndëruar, i mbrojtur i ruajtur, nga çdo devijim, nga çdo ndërhyrje, e çdo kujt qoftë me theks të veçantë të shejtanëve, të cilët pretendonin me kaset një përndimeve që kishin, se shejtanët, se pejgamberi është e Mejnun, i çmendur, e që i bie, po flet, gjën që apo inspirojnë. E Allahu, që kemi cekë në surat Shara dhe vende tjera, po edhe ka jetë këto, e vërteton se Korani është vetëm për Allahut, edhe se shejtanët e xhenet nuk kanë qasje në te në asë një rrethon. Fi kitabin meknun, në liber të ruajtur apo të mbrojtur. La yamassuhu illa al-mutahharun. Atë Koranin, atë nuk e prekin. Nuk e prek kush vetëm sa ata që janë të pastërt. Kuptim të parë. Këtë Koran nuk ka qasje as kush në te. Nuk e prek as kush lartë në qilë për pas me laqeve të pastërta, të cilat Allahu i ka pastruar prej kufrit të shirkut të gjunaheve, mkateve, të mjetave të tjeri, ka pastruar Allah me laqet e tina, të cilat nuk e bëjnë as një gjuna, ato e marrën, Koranën e prekin, pra e marrën ato, dhe sjellin poshtë tek njerëzit në tokë, po dhe njerëzit në tokë të cilët e lexojnë këtë Koran, edhe ata mos ta prekin askush prej tyne, pas ata që janë të pastërt. Që janë të pastërt, tani këto, kuptim të parë prajnë për qëllim me laqet e Allahut, në kuptim të dytë, e që ja kanë bashkangjit shumë ulema, ka thonë janë për qëllim edhe njerëzit në tokë, ku Allahu i madhruar në përmet këtja jeti koranor, e ndalën njerëzit kur janë të papastërtë, nga papastërtia e madhe dhe e vogël, pra kur kanë nevojë për abdest, apo kanë nevojë për gusl, mos ta prekin Kur'anin pa qenë i pastërt. Po, thuhet, se janë për qëllim edhe nuk e prek askush përpas ta qenë të pastërt me iman. Imani është e pastërën robin, përkundër shirkut të cilin dy të robin, kuptimin figurativ jo në kuptimin real. Kuptimin figurativ po në kuptimin real jo, se kuptimin real janë të pastërt musliman e jo musliman. Ndërsa kuptimin figurativ, mushriket janë nëgjes, inema al-mushrikuun najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da 'amim hadha. Që ka thënë Allah në surën Tobe që kemi cekur atje. Që Allahu gjykon për ta se janë nëgjes, të papastërt të dytë në gjithmonë aspektin kuptimor. Pra këtë Koran e prekin njerëzit me iman, respektivisht e pranojnë, e përqafojnë, e besojnë dhe punojnë me te. Por thash, shumë ulema. Të kjo ajet koranor, i kanë cekur disa mesele të cilat kanë të bëjnë me pastërtin e vogël dhe pastërtin e madhe. Sa i përket prekjes së librit, respektivisht leximit të librit të Allahut Azza wa Jall. Andaj i cekim disa prej tyne shkurtimisht. Ndërto, leximi i Kuranit përmend shpa abdest. Allah po thot mos ta prekin përpas ta qenë të pastër. Leximi i Kuranit përmendesh, të gjithë ne dimë ka pak diçka Kuran. Gjithë musliman dinë diçka Kuran përmendesh. A bën me lexu përmend Kur'an me përsërit me lexu pa abdest, pasi që ajeti po të mos ta prek askush atë, pa qenë i pastërt, në klapa, pastërti e vogël dhe pastërti e madhe. Pra, meselja e parë, leximi i Kur'anit, një pjesë të Kur'anit, si një pjesë e krejt, shumë apo pak, pa abdest. Shumica absolute e ulemave të selefëve e kanë lejuar një gjë të tillë.
Madje edhe ata të cilët e kanë ndaluar, e që janë shumë pak, kanë thënë vetëm se është e urrejtni për ju e ndaluar, e pa pëlqyer. Po këtë kema shumë ka të bëjë nga ana e devotshmërisë të takballokut, jo nga ana e lejimit. Sepse shumë sahabë gjejmë ne dhe ulema të tjerë të selefëve të cilët nga ana e devotshmërisë të takballokut i shtrëngojnë disa gjëra për veti, jo nga ana e hukmit shariatik e lejuar e ndaluar, por nga ana e devotshmërisë. Pra, shumica absolute e ulemave e kanë lejuar në gjë të tillë. Me lexuar Kur'an pa abdest. Leximi i Kur'anit përmendesh pa abdest. Sejid ibn Gjubejri, rahimahullah, cek nga Ibn Abasi dhe Ibn Umeri se të dytë ta kanë ndodhur, të dytë kanë hyrë në banjo, kanë kryer nevojën fiziologjike e pastaj janë dalur dhe kanë lexuar Kur'an, sure të ndryshme apo pjesë të ndryshme të Kur'anit para se me marrë abdest. Po kështu është transmetuar nga Ebu Hurajra, është transmetuar nga Abdullah ibn Mas'udi dhe kallablak ulema të selefe ku Ibn Abi Shejbe në Musanefin e tij ai cek një kallablak ulema dhe në kapitull e ka për këtë çështje ku i cek të ulema të selefe të cilët e kanë praktikuar, kanë lexuar Kur'an përmendesh apo e kanë përsëritur pa abdest. Tamam? Leximi i Kur'anit pa abdest. Leximi i Kur'anit përmendesh mesele tjetër për atë që është gjunub. Pa abdest është pa pastërti e vogël, nifet kështu në fiqh. Gjunub është pa pastërti e madhe, e që nën kupton do të më la krejt, më bëgusëll, më la. Ndërsa pa abdest, më marrë veç abdest, besej që është e qartë. Andaj leximi i Kur'anit për atë që është gjunub, të shumica absolute e ulemave, një veprim i tillë apo leximi i Kuranit për personin i cili është gjunub është e ndaluar. Nuk lejohet. Dhe kjo është mendim edhe i Aliut, edhe i Omerit, Ibn Mesudit, i Hanefive, i Malikive, i Shafive, i Hambelive, 4 mëdhëbeve. Njeriu kur është gjunub nuk lexon Kur'an. Nuk lexon Kur'an. Mirë, po është transmetuar nga Ibn Abbas se e ka lejuar. Një transmetim Ibn Abbasit. Radiallahu anhu. Dhahirit e lejojnë pa problem. Vesh dhahirit pe i mëdhëve të fikut e lejojnë. Ikrime ka thonë bën me lezu një ajet e 2 për jo më shumë. Pra është mendim i ngushtë, i vogël. E atyne të cilët thojnë bën, por shumica absolut ulemave thojnë se nuk bën. Pra, pa abdest bën. Pa abdest bën, pa problem. Kur njeriu gjunub nuk bën, letu këtira që kanë thonë ulemat pak. Të kem sa për korrekcim i cek, për ndryshe as javlem i cek. Nuk bën. Robi i cili ka nevojë me u pastru nga papastërtia madhe, burra po grua, nuk ka që ne quajmë gjunub në jetën e përditshme, nuk ka të drejtë, nuk e ka të lejuar me lexuar Kur'anin. Dhe kjo është mendimi 4 mëdhëbeve dhe ulemave të selefëve shumicës absolute të tyre. Po mirë, nëse themi se nuk bën me lexu Kur'an, njeriu kur është i papastërt, e femra e cila është me cikël mujor, edhe është e papastër dhe ka nevojë për gusël, po ashtu se kurse burri, se kurse kur është gjunub, ajo apo ai. A vlen një ta gjë tek shumica absolute e ulemave në mesin e tyre edhe 3 mëdhëbet. Hanefit, Shafit dhe Hambelit kanë thonë se e njëjta gjë është edhe për femrën gjatë ciklit mujor. Dhe për pas tjerash, këtë ajet kuranor, për dhe argumente tjera kanë marrë për bazë, se hadithin e Ibn Umerit, se pejgamberi sa ka thonë, la taqra ul hajdu, wal junubu shay'an min al-Quran. Femra gjatë ciklit mujor dhe kur është gjunub njeriu, nuk lexon asgjë nga Kurani. Anë pse rreth këtij hadith pastaj ka fjalë shumë, tek ulemat, disa për ty kanë thonë se është mawqufe, disa për ty kanë thonë është dobët e tjerë. Por këta kanë marrë për bazë
këta ulema dhe ajetin që cek dhe argumentet e tjera. Dhe kanë krahasuar me xhenubin, ka thonë nuk ka dallim. Imam Maliku, Allahu e pas më shëruar, mendon ndryshe. Imam Maliku mendon ndryshe. Thotë në mendoj se duhet me dallu femrën kur është me cikël mujor prej sa rastit të saj dhe të të burrit kur është gjunub. E që nën kupton si mbastina, i ndalohet robit kur është gjunub, i lejohet robneshës kur është me cikël mujor. Shkaku, ka thonë shkaku, gjunubluku është në dorën e njeriut, e pezëllon, përdoru dhe lahet. Tani në rast në mungesës të ujit, apo të pa mundësi se përdorimi të ujit, e kene alternativën tjetër të imumin, dhe të lezë Koran. Përderisa të këthemra me cikël mujor, ka thonë nuk është në dorën e sajna. Nuk ka mundësia e me pëzëllu këtë veti që e ka, këtë cilësi. Së mund të pëzëlloj, dhe e ti kalën koha, përfundon cikli mujor. Nuk është në dorën e saj. Koha ciklit mujor është e gjatë. Dhe po që se ndalojna motrave, grave, femrave, lezimin e Koranit, përsëritjes së Koranit, mësimit të Koranit, nëse ato që mësojnë që janë duke mësu Koran për menç, dhe kësaj periudhe i dëmtojmë. Andaj i lejohet asajna lezimi i Koranit për femrën me cikël mujor nga friga se për harën Koranin. Kështu thonë Malikit. Dhe ky mendim i Malikive ka gjetë përkrahje tek Nikola Blak ulema në kohën e bashkohore. Pse Ibn Bazi, Uthejmini, pe fukahave të radishullit arabik dhe disa ulema të tjerë, me të vogël se ata bashkohore. Për ata kërë ndëgjem nësët dikon dhe lezani dikon internet këta dione, se po bën me lezu femra, preashtohet femra, nga kjo ndalesi, lejohet asajna, me lezu Koran, dijeni me njëherë, ku e kanë marrë këta? Tema Maliko, kjo është fetvaja Malikive, kështu nuk kanë thonë Hanefit, nuk kanë thonë Shafit, nuk kanë thonë Hanbelit, nuk kanë thonë ulemat e selefëve, kështu shumica absolute tyne. Nuk kanë thonë. Ata kanë thonë nuk ka dallim mes saj dhe mes tij. Nuk ka dallim mes gjunubllukut dhe ciklit mujor, as njëra e as tjetra nuk e kanë të lejuar lezimin e Koranit. Mirë, prekja e Koranit, ky është e lezim në përmendsh. Po tash prekja e Koranit për atë që është gjunub apo cikël mujor. Deri tash është përmendsh, lezimi përmendsh i Koranit. Pa abdest, lezimi përmendsh i Koranit. Gjunub, lezimi përmendsh i Koranit për vajzën, për gruan, femrën të ciklit mujor. 3 mesele. Mesele e 4, prekja e Koranit për atë që është gjunub apo që është me cikël mujor. Të gjithë ulemat, këtu të gjithë pas një përjashtim, kanë thonë se është haram. Prekja e Koranit apo leximi i tij thuj më thjesht për personin i cili është gjunub apo me cikël mujor. Madje edhe Malikit, të cilët e kanë lejuar lezimin e Koranit për mendësh, për grunë dhe ciklit mujor, e kanë ndaluar që ajo ta prek Koranin. Por kanë thonë, e prek me një diçka me një hajl me një ndars, për shkak me laps. Ose si kështu e prek. E lezon. Ose dorza, ose shamia, hijabin e ka, edhe pështjell dorë me shamia lezon. Dhe kështu veprojnë. Në Gjezira atje, radishulli arabik, ku e marrë me këtë fetva, dhe shumë njerëz lejojnë ngrave mësuesve që mësojnë Koranin. Por Hanefit e kanë një përjashtim tjetër, tash mesela për njëri mesele, nuk po du shumë zhënu sepse kena shumë ajete e koha tani s'na premton. Hanefit e kanë një mesele pak më ndryshe se Malikit, ata që kanë disa ulema të varshëm të Hanefive, sa që thash është fetva e vjetër, ulemave tyne, kanë thonë nëse është mësuese e Koranit, apo nxënës që është të bëjë hifz Koranin, ai e lexon
por fjalë. Mësusja, nëse është dhëtë me cikël, u a përsërit fjalë. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmani, Ar-Rahim, Maliki, Jaumi, Eddin, fjalë. Mënyrë që mas me qenë një ajet i plot. Ulemat, disa fetva e ulemat e vënë shumë të hanefive. Se dhe që tjetë, pra, prekja e Koranit, për atë që është gjunubë, apo me cikël mëjor, nuk lejohet me prej Koranin. Madje dhe Malikit, se të kanë leju me lexu Koranin, thojnë dhe të me pas diçka dorza, me pas pjesë të teshës, të shamis, në një laps, e tjerë, diçka që nuk e prek dora e robit Koranin, fjalën Allah të barek të ala. Dhe meselja fundit, e që në fakt edhe është meselja kryesore që mund të kuptohet për ajetet këto, prekja e Koranit pa abdeste. Pra nuk është gjunub, është cikël mëjor, por thjesht nuk ka abdest, që është ndodhë për ditë njerëzit, të cilët nuk kanë abdest dhe duan ta prekin Koranin. Kurtubiu ka thënë, Allah e pas mëshiruar, ulemat kanë diskutuar rreth prekjes së Koranit pa abdest. Shumica ndërmuese, gjumhuri, e ka ndaluar një veprim të tillë me prek Koranin pa abdest. Dhe cek pastaj disa ulema, ndërta thot, është Aliu, Ibn Mesudi, Saad bin Abi Waqqas, Said ibn Zeid, Zuhriu, Nahaiu, Hamadi dhe shumë fuqaha të tjerë, pastaj Malikit dhe Shafit, kënalet këto. E unë pa thonë pastaj, kjo është mendim edhe e Hanefive edhe e Hambelive. Ani pse Hanefit e Bahanifja i ka disa mendime rreth kësajna. Për pa abdest. Të Hanefit thot ose siç ka thënë Malikit për gjunubet, për hajz, ose dohet me prek me laps, ose të Hanefit e që gishtin e prek këto, ku nuk ka bardh. E ka fletën, ku e bardh është fletan, por ju ku është ajeti koranor. E Bahanifja ka disa mendime në lidhje me prekjen e Koranit për atë i cili nuk ka abdest. Pra shumica absolute e tyne e ka ndaluar prekjen e Koranit pa abdest. Pastaj mendim harrove Hanefive është edhe me pas pështjell, e pështjell me një peshqer. E pështjell me një farë me kopertinë me diçka edhe e lën dikon. Dën Koran me kap, pe i dhomës me qit në raf dikon ose s'ka abdest, e pështjell me diçka edhe kap e lën. Ndoshta se para s'ka pas kopertina që janë sad. Për ata librat Hanefive nuk e gjon të kopertina që janë sot që kanë cek. Pa atëherë i kanë kopertina të ndane, po ju është bashkangjitur librit, Koranit, Musafit, ju ngjit ashtu qitën to edhe është vendos dikon. Ndërsa sot janë bë pjesë pandash me kopertinat. Ndoshta unë mendoj, Allahu alem, që sot të kopertina e luajnë qatë rol. Sepse nuk po prek Koranin, sipas Hanefive. Ani pse tani Qadi Iyad Ibn al-Arabin fakt, i Malikive e kritikan e Bahanifën, thotë, kjo je buka po kulaçi, kur s'bën këtë s'bën as ata, s'bën hiç edhe hajt. Sido që tjetë, këto janë mesele të fekut të cilat kanë të bëjnë me këtë ajet koranor, që Allahu te barek te la yamassuhu illa al-mutahharun, dhe nuk e prekin atë përpas ata që janë të pastërt. Allahu i madhruar në vazhdim thotë: Tanzilun min Rabbil Alamin. Fillan me përshkruar librin e vet. E përshkruan librin e vet. Vazhdon fakt edhe me ta përshkruan librin e vet. Te bareke ve taala. Tanzilun min Rabbil Alamin. Ky është libër apo shpallje e zbritur prej Zotit të botëve. O ju njerëz. Ky Koran është zbritur prej Allahut të lartësuar, i cili ka përzgjedhur këtë libër dhe e ka mbeshur, ka pajisur me krejtu njohuri çka i dohen robit për jetën e tina. Dhe e ka mbrojtur, dhe e ka ruajtur. Dhe ka përzgjedhur për juve në fund të dunjas.
e që i ka veçuar nga popujt e metet e mëhershme, të cilat se kanë pas këtë fatë, me pas këtë Koran, në duart e tyre, që shë kemi nesët. Tanzil min Rabbil Alamin. Efe bihadhe l'hadithi antum mudhinun. Në vazhdim Allah për pas e lavdërën librin e tina. U drejtohet i dhujtarëve me kas dhe i qërton rand. Rand. Dhe thëtë Allah, efe bihadhe l'hadithi antum mudhinun. Val, a një fjallë të tillë, këtë fjallë, Koranin, ju për mëhani, ju për kundrështoni. Këtë Koran të përshkruar më të cilësi që të sekën më herët, e cilë është prej Allahut, e cilë është i pandryshuar. Nuk është magji, është fjallë e Zotit, në të është dhe hajrë që vinë për dënja dhe për ahiret e tjere. Këtë për përgënjeshtrani, nuk për mërni serios këtë fjallë të Zotit, për talni me te, për e nënqmani, për e mëhani, për e kundrështani, për e luftani. E fe bihadhe l'hadithi antum mudhinun, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun. Dhe falenderimin për furnizimin tuaj, ju për e gënjeni. Wa taj'aluna rizqakum, ma buk falesht i bije, dhe rizqun që aja bëzot juve, për bëni ju, annakum tukadhibun, që ju për përgënjeshtrani. Këtu i bje ma buk falesht. Por kuptimi është, hoju me kasë. Ju të meke, si dhujtar pagan, po edhe ju të tjerë pabesimtar, që vini me pas, dhe i kiamet, edhe sa do ta që janë. Rëzkun të cilën Allahu pasjell juve nga qielli i lartë, e që është shiu. Apo po anëzirë nga toka poshtë, që në bereqetet e rëzku për toke që del. Kush është krijues ati rresko? Pronari ati rresko. Kush as bret shiu nga lart, atë se i kemi ajetet e mëhershme. Kush ambjell drithat e bereqetet, atë se i kemi ajetet e mëhershme. Kush u jep juve rrezik? Pra në vend se ta falenderoni Zotin për këtë rrezik, tja atriboni këtu begati e dhunti pronarit të këtyre të mirave, pronarit të tyne, kjo është e drejtë. Pronarit të asaj të mire, atribeja të miren që ka bën, dhe që po a bën, ajo është Allahu, ajo është furnizues. E pse nuk ja atriboni këtu të mira ati, por e përgënjeshtroni këto të mira. Qysh i përgënjeshtroni? Shkaku i zbritjes së këtij ajeti është se kur binte shi në gjahiliet thënin mutirna binowi këdha wa këdha. Ne u pajesë me shi, pra shiu në alëshaj, gjelorin tonë, gjuhën tonë, se shëpsli që i bjenë ryshe, me thonë më tërna, pra ra shi, shkak, ata pëthojnë, ra shi, shiu në alëshaj në pozicionet e hyjeve. Pra këtë ka të bëjmë në fillim atë që Allahu të seke u betun në hyje. Kur janë yjet, filan pozicionin, filan formën, filan horoskopin e të tjerë, bjeshi andaj, ato në alëshoneve shion. Ato e në kryesa. Ato vetë e në kryesa.
Çka kanë në dorë ato? Andaj mos ja treba atyne rrezikun e mirësinë. E Allah, pejgamberi, mos thoni mutirna binovi kedha o kedha. Mos thoni se ra shi se shkak i pozicionit të yjeve kështu dhe kështu, por thoni mutirna, lakin kuli mutirna bi fadlillahi wa rahmetihi, por rashi me mirësinë e Zotit dhe rahmetin e tina. Me fadeletin e Allahu në ndërëj. Pra Allah që i shion, sepse Allahu që në shi dhe askush tjetër. Andaj rrezikun, e që është shiju pjesë e rrezikut, pe i larti, po dhe pe i poshti, atribënja pranarit të ti, të ati rrezikut që është Allahu. Pse s'po vepron kështu për përgënje shtrani? Edhe për dini ju që shiju nuk e zbret askush pas Allahut, edhe për dini ju që bereqetin nuk e qet askush për pas Allahut, edhe të tjera, për i pranoni, për nanën tjetër, për ja të bëni dikuj tjetër, rrezikun e që i bje për më hëni mirësi të Allahut, dhe i bje për bëni kufër, të madhet Allah të bareke o ta'ala, sepse është kufër kjo. Shi nuk shën askush pas Allahut të bareke o ta'ala. Feleula idha belagat il hulqum. Më pasi madhe Zot në ajetet të cilat i kem tani më pasi. Allahu i madhruar u kujton me kazve qastin e vdekjes, agoninë e vdekjes, dhe sjella jete s'ka i shmeresht të prekshme, të frikshme. Feleula idha belagat il hulqum. E përse pra, kur shpirti i ndonjërit për jush, që farë për drejtohet, kur shpirti i ndonjërit për jush, arrin në fet, kërham të vdekjes. Pra, ceki më lartë, i qërtej me mushrikët paganit, qërtej shumë, pse ju për i mëhanit mirat e Zotit, pse për mëhani Koranin, pse për mëhani rrezikun. Çfarë argumenti keni, çfarë arsye keni ju mi mohu këtu? Tash u sjell argumente në formë tjetër. Nëse o merr mendja juve, që ju jeni dikush edhe s'keni nevojë për këtë Koran, dhe ju jeni ata që për mohanin ditën e kiametit, respektivisht të ringjalljen, hajta shofëm tash. Feleula idha belagat il hulqum. E përse pra, kur arrin shpirti, kur shpirti vjen në fet, kërham, agonia vdekjes, frymarrjet e fundit. Wa antum hina idhin tanzurun. E jo në atë moment, jo, farefisi familja, në atë moment të agonisë vdekjes, për shikoni ata me sytë e ju. La ilaha illallah. I bohen kalablak, gjuhen për mi, o, zëti madh, do kajnë, do piskasi, do bërtasi, do mënoj me dhamë dim të pare, do e tjerë. Wa antum hina idhin tanzurun. Dhe jo, kur që vjen familjarit ju, shpirtin fët, jo, rrëthi për shikani atë ka jep shpirë, dhe po e dini, që kë, shkaj. Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, walakin la tubsirun. E ne jemi më afër tek ai se sa jo. Ju e keni afru të kryt. Ju keni afru të koka të vdekurit, apo të gjallët juve cilën së të vdekjes. Jo që për më hëni Koranin, jo që për më hëni kudretin e Allahut për ringjallje.
hajtë t'jafsha kudretin e ju, fuqin e ju tani. Ju. A keni përpara të afërmin e ju, i cili është të kalun botën tjetër, dhe ju po e shikoni, pra ne jemi më afër ti se sa ju që jeni të kryt e tina. La ilaha illallah. Jenë me laqet e Allahut. Jenë me laqet e Allahut, të cilat e kanë ka për fyti. E të cilat e japin dajak, e të cilat e torturojnë, dhe janë zirën shpirtin vrasht. Janë mangat se sa njerëzit. Allah është në afërti me dijen e tina, me kudretin e ti, sa të afërmit e tina, që i kanë mi kry, që i kanë rrëthtina. La ilaha illallah. Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum. Ne jena me afër ju se sa ju, walakin la tubsirun, por ju nuk po na shehni. Ju nuk po e shehni me laqet. Nuk po e shehni, sepse me laqet nuk duken. Se pasha të madhin Allah, po të kishin pa me laqet këta njerëz, këta kishin në harru këta ka des. Se kishin zanë as dera e dritarja, të ik ata, se kishin zanë parit më ramin të mënu me ik, të kishin pa me laqet. Të kishin pa me laqet. Por nuk i shohin. Dhe kjo është një për argumenteve që me laqet janë atë, janë të nëzirë shpirtin, po njeriu nuk i shef. Për pas ati që vdes po, për të ati tjerë nuk i shofin. Se haj po, sepse haj duke ballafaqu me to. Ati erdhi koha, erdhi momenti më ballafaqu me to. E vjen edhe këtyne, por dal nga dal me ranë. Walakin la tubsirun, falawla in kuntum ghayra madinin. Pra, dhe sikur se ju, apo nëse ju, nuk jeni përgjes për veprat e juaja, nëse ju mendoni ashtu. Falawla in kuntum ghayra madinin. Nëse ju mendoni se nuk keni përgjes për veprat e juaja. Nëse ju mendoni se s'ka ahiret. Nëse ju mendoni se s'ka ringjallje. Nëse ju mendoni se bota të rëprall. Nëse ju mendoni se s'keni me dhënë llogari për veprat e juaja. Pra, është fjala për çfarë? Pa besimtar, të cilët e mohojnë botën tjetër, ta mbeke mohonin, dhe shumë të tjerë deri sot. Pra nëse ju i mohonin gjatë të tillë, terjihunaha in kuntum sadiqin. Atëherë pra, këthena atë. Këthena, nëse ju jeni të sinqert në atë që pa pretendoni. Ju pa pretendoni se s'ka ahiret. Që ka keni vdekurin të kryt? Nalne, mës me vdek. Për më hënë e heritë, këthenja shpirt. Këthenja shpirt. Të regane fuqin e ju. Të regane. Të rgjiuna ha in kuntum sadiqin. Këthenë në dynjat, mëse leni me vdek. Përdori mjekt, ilaq, ki lek balti, se ki problem. Paguj mjekt. Hajtë. Paguj. Bëje. Kthe. Edhe herë të shokon. Nalja shpirtin mës me dalë. Kthe edhe një herë fuqinë e forcën e të shokon. Që unë kam. Kthe. In kuntum sadiqin, nëse jeni të sinqert. Nëse jeni të sinqert, që apo pretendoni se s'ka herete, se s'ka përpasaj botë kur gjohë, se natyra vdes njeriu e tjerë, a në marë nalët e? Që nalë bro, që pa të sfidon, nalë. Të zgatja jetë njeriu. Dhe nëse rrasë është do me dekaj, të shpejta që aty je para ti, të s'ka vdej dikon malë mësë me ditë, që që aty përpara për desaj, jeni mbledh, ju nalë, njëri mësë des, këthe një shpirtin. Bëhat një që atin, ka mundësi dikush të bëjnë botë, këta jetë kur ka zbëjtë para 1500 viteve gati.
Po të njëjtat vlen edhe sot. Dhe kanë me vlej deri në kiamet. Për atë, me muslimon, e jo muslimon, me ignorant, me të shkolluar, me mendje mëdhej, me modest, me këtë dynjaja, që tu dërzohen. Që tu në qëtë moment, dërzohen. E që në durët. Ja, s'kem kur gjë, të dishtë ashtë pate, të dishtë ashtë guhas të nalkur. Jo, të dhe që tash, on jam. Hajde, që jemi pa vdes, ja fërmi, hajde, për parë më së më kurse. Për së kurse për parë, këthema ta më s'ale me dek, së s'përdoj më dek. Pravaje. Tani nëse s'më në bën njeri ju këtë, e qëka i mbetet njeri ju? Qëka i mbetet? Pra shëfë si njeri ju e pranën mënyrin direkte, se është ajiz, është i paft. Ska takate paft. Për nga takate, për nga dhja, për nga pështetit, për nga mëtësia, për nga çdo gjë, është i kufizuar është njeri ju. Pra as vetën e vetë se ka ndorë, se lërëmë dikën tjetër me këthyja. Subhanahu wa ta'ala, i cili ka bërë këtu ligje të bareke wa ta'ala. Në vazhdim, Allahu i madhruar, pas kësajna pra, flet për 3 grupet, edhe njerë kthehet, dhe na flet për 3 grupet e njerëzve që ka cik në fillim të surës. Të parët, prioritarët, të djathët dhe të majtët. E cik gjendjen e tyne në agoni të vdekjes, sepse folit për agonin e vdekjes. Po shkurtimisht. Dhe thëtë Allahu, fa amma in kane minel muqarrabin. Nësaj i vdekuri është për të afërmeve të Zotit. Ata që i kryjnë farzët, sunnetet, mustahabatet, i lojnë shumë me karahat, se për haram në diskutohet, garojnë. Ata, të cilët janë të partë, pra nëse i vdekuri, është për ty në të parve. Fa emma in kanë min muqarrabin, fa rauhun, wa rejhanun, wa gjennetun nahim. Rauhun është pushim. Pushan. Agonia vdekjes këtu. 3 lloj njerëzish në agoni të vdekjes. Këtu është për ata bajraktar, për të partë. Rauhun, ai pushan. Në momentin që ballafaqohet në milash të vdekjes, përgëzohet, ella takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, që kemi të cekur edhe me herën. E përgëzojnë, e qetësojnë me laçet. E vinë me pamje duke të bukur, që përmallohesh, mallëngjesh me pa, ki qef me tarë një ftyre t'il, me të zatet me taku një ftyre t'il, ki qef disponan, të relaksan, të largan dhimt. Njeri ju dhe në këtë dynja, kër e shetë dikën që e danë shumë, e i vjen ja bën qef e thët ku, krejt mërzin ma hike. Ose ketë lodhin ma kalove. Ose dhe s'mun janë me mejtë. Në kuptim që ma mejtë Zotit që të proni ty. Kër e shetë dikënd, ftër mirë, nuri, drit, i badëgji, i dëvat shumë, i bereqet shumë. E lërë më kërë me laqët e Allah. Arohon, pushan. O rejhanun, rejhan, ka kuptim edhe arom, e këndshme, por ka kuptim edhe prehi e knatësi. O gjennatu naim, për dhe gjenete, dhëntit më dha, të ndryshme të gjeneteve, qka syni ti s'ka pa, veshit ti s'ka ndëgjuar për to, asmende ti në kur si ka shku. Pra që në fillim e përgëzohet për këto të mira, dhe këto fillon me i shijuaj me agonin e vdekjes, me natën, fillim në natës të varrit, dhe gjatë jetës më reza, fillon e me i shiju këto të mira me emër të Zotit.
Dej sa të shien tamam kur futet në xhenet. Wa amma in kana min ashabil yamin, por nëse është ai nga të djathtit, pra nëse në qoftë se është nga të djathtit, e qenë pak ma pa ushtë se këta, por me gjithatë janë të djathtë që i pet librin ditën e Kiametit nga e djathta, pra në xhenet lihet që janë shumica banorë të xhenetit që kemi cekur, fa salamun laka min ashabil yamin, i thuhet atina, selami qoftë mbi ty, je prej të djathtëve. Pra dhe kë përgëzohet e përshëndetet në vdekje dhe mas vdekjes. Këto në këta jetë koranor, të ky selam dhe kjo mirëseardhje përfshihen edhe selami e mikpritja e akrabave ton, e miqve ton, që kanë ndekë para neve, e kur që kujme ne, e takojme ta. Jo në heret, në barzakh, në jetën varreza. Për mirë se erdhe, mirë se erdhe, mirë se erdhe. Në aroj mirë se ardhe. Sepse shpirta tonë, që ka nërë hadithet vërteta, takohen mes vete. I urojnë mirë se ardhe njani tjetrit. Ai që ka shku me parë, i urojnë mirë se ardhe këti që ka ardhe me pas. O amma in kane minel më kadhibin e dalin, e Allahu në ruajt, për në qofë se është pej gënjeshtarve, e dalin të humbur, ta është grupi i tretë, majtistat, për nëse është pej gënjeshtarve, aty në që në dalalet, fë nuzulun min hamim, pritja ti është me ujë të valë. Pra nuk pritet ai duke thonë mirë se erdhe, selamit qoftë mbi ty, xheneti, paça, ja. Po pritet ai me ujë të vluar, s'ka ishmërisht të vluar, fa nuzulu min hamim, wa tasliyetu jahim, dhe djegje nga zjarri i xhehenamit. Pra dënim pas dënimi, tortur gjatë agonisë së vdekjes, tortur e dënim në varr, gjatë marrës në pyetje, pas marrës në pyetje, gjatë jetës varreza, e kur del para Zotit ditë e Kiametit, dhe dënimi vërtet edhe më i madh për te është kur futet në xhehenem. Allahu na ruaj prej xhehenemit ya Rabbi. Inna hadha lahu haqqul yaqin. Me të vërtet dhe pas një dyshim, kjo që u tha më lartë, prej fillimit surës, duke i cekur të tri grupe njerëzish, dhe çfarë kanë ato, dhe çfarë ka sela për tyne, e këtë argumente që cekë Allahu, për vërtetësinë e Koranit, për fuqinë e tina, për ringjallë ditë Kiametit, e llogaridhëniet e tjera, kjo është hak, është yaqin. E vërteta e sigurt. El haqqul yaqin është e vërteta ku s'ka më të vërtet me madhe se sa kjo. Gjuhën arabe, kur thuhet diçka el yaqin, është e vërtetë, s'ka ishmërisht kur s'ka më tutit e vërtetë. Kështu përdoret gjuhën arabe. El yaqin, e vërtetë, që s'ka pasajnë e diçka të më shumë të vërtetë. Pra s'ka asë një 0.0.0 në 1.000.000%, s'ka dyshim. S'ka dyshim të hej, s'ka dyshim të hej. Pra krejtë këtë që a tha, është hak, është e vërtet. E vërtet e sigurt, ku nuk ka dyshim të hej. E ne musliman, që të jena? Që të jena na? Allahu na bëhtë për atyne që janë të bindur, edhe besojnë tamam, me yaqin, me bindje të sigurt, krejt atë që thot i madhi Allah, te bareke ve taala. Dhe në fund krejt në fund, Allahu i madhruar e përfundon këtë sure duke thënë fasabbih bismi rabbika al-azim. Andaj ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për të tjerë, dhe në kiamet të musliman, lartëseje Zotin tënd të madhruar. Madhraje, lartëseje, falendereje, njëseje, bën ibadet ati, për ulje atina, nështroj atina, të ka i shpresa, ati lutjo, ati fiksajo, edhe kështë të marë, këtë jetën tane, ibadetin tënë, për kështeja të
të madhët Allah të bareke wa ta'ala. Ka orë në hadith të Imam Ahmedit, Tirmidhiu, të Nisaiu, të Hakimit, të tjerë Hakimi bën Sahih, e Albani shumë të tjerë, se pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur ka zbritur ka ajet koranor, fasabbih bismi rabbika al-azim, ka thonë ij'aluha fi ruku'ikum. Thunë këtë në ruku. Pra ta në thimë, që ka thimë në ruku? Subhana rabbi al-azim. E marrën prej këtij ajeti. Subhana rabbi al-azim në ruku. Ij'aluha fi ruku'ikum. Bëjën atë, sillën atë, vendosjen atë në rukun tuaj. Në rukun tuaj. Ndërsa kur ka zbritur ajeti kuranor, sabbih isma rabbika al-a'la, pejgamberi ka thonë sallallahu alaihi wasallam, ij'aluha fi sujudikum. Silleni, vendoseni në sejdë. Për ata në sejdë themi ne subhana rabbiyal a'la nga ky ajet, ndërsa nga ajet atje, ndërsa nga ky ajet këtu në ruku themi subhana rabbiyal azim. Dhe kështu është sunnet. Jo vajib, të gjumhurul ulema, të shumica absolute ulema, nuk është vajib. Ahmedi ka mendimin e vet se është vajib, taj janë vajibe këtu të tanat, nuk bën me huq as me ndryshu. Të ulemat e tjerë të gjumhur nuk janë vajib, por janë sunnet të me thonë. Janë sunnet, andaj nëse dikush habitet dhe thot vend të subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la dhe të kundërtën, nuk ka nevojë me bërë sejdë. Por vendin e ka këtu, për në falë namazën tamë me sunnet, me rregull që ka vërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ruku themi subhana rabbiyal azim. Me këtë ajet kuranor to dhe atje me ajetin sabbih isma rabbika al-a'la, subhana rabbiyal a'la, themi në sejdë, Allahun e falenderojmë, e madhërojmë, e lartësojmë që për këtë latë madhërisë tina, lusim atë te bareke wa ta'ala që të na bëj prej atyre që janë të afërt të lartë madhëria e tij, ya rabbel alamin, e të na bëj haram dënimin e varrit, e dënimin e xhehenamit, ya rabbi, Allahumma amin. Dhe deri në takim në radhë, inshallah ta'ala, me ka që të përfëndoj surat al-Waqi'a dhe fillojnë inshallah javën tjetër me surat al-Hadid. Deri atëherë, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.